kur të vjen e fëmija në shtëpinë tane, edhe ja nis me kajt. Ka fëmija. Mos u bën ai baba që më lëra fëmijën ta përkthësh fëmijën edhe mërzitet baba. Se pra baba sa herë mërzit për fëmijën. E din ato që janë baballar. Ama mos u bën ti fëmija sa munir ta përkthësh fëmijën tan. O djalë jem, hajde se ka përcena nikni. Mundoju me mësu arsyeën pse ka fëmija jot. E kuptoni? Do të thonë këtë rast Jakubi nuk ja arsyetoi ke lotët, ato kashin me lot, edhe kishin lot. Ama nuk i arsyetoi ke Jakubi alayhis salam. A e kuptoni? Mos bëhet loti mbulesë i ndonjë krimi që ka bëu fëmia jot. Mos mësot fëmia që sa herë kur të ka unë kam e kajt, ka fëmia, kam janis me kajt edhe se baba nona me të kajt mund e mloj. Ose për shembull dikush ka vajzë edhe bën tani haram të madh vajzave ose djalë, e bën një haram të madh djalimet, edhe vjen te shtëpia tu kajt baba ja mlon me lot. Jo besë mundesh me ja mlon. Mundoje me gjetë arsye pse ka fëmia. Ku e burimi, ai mund të më trajti diçka, po ti banu detektori familjes tone, ti banu hetyusi familjes tone, ti banu ai cili kimi hetu këtë gjuna që i ban familja jote.